Protestat, mos pajtimi, pushteti dhe kufijtë e demokracisë. Ajo që mund ta kishte shkruar edhe Edi Rama dikur, ndonse jo me të njëjtin stil. Është ky një shkrim nga doktor Ervin Muço. Historia politike e shoqërive moderne tregon se asnjë rend politik nuk mbahet vetëm nga ligjet dhe asnjë demokraci nuk qëndron vetëm mbi procedurat formale të përfaqësimit. Qëndrueshmëria e një sistemi varet nga një ekuilibër i brisht midis autoritetit dhe legjitimitetit, midis stabilitetit institucional dhe pranimit publik. Në këtë kuptim, mospajtimi qytetar nuk është vetëm një devijim nga demokracia, por një pjesë e saj funksionale. Protesta, organizimi qytetar dhe kundërshtimi publik përbëjnë mekanizmat përmes së cilave shoqëria rinegocion kufijtë e pushtetit dhe ripërcakton interesin publik. Por marrëdhënia midis pushtetit dhe mospajtimit mbetet shpesh e tensionuar, veçanërisht kur shtetet përballen me kriza sigurie, presione ekonomie ose polarizim politik. Në shumë raste, mospajtimi nuk trajtohet vetëm si pjesë e debatit demokratik, por si rrezik potencial për rendin publik. Kjo krijon një dilemë themelore. Ku përfundon mbrojtja e stabilitetit dhe ku fillon kufizimi i lirisë politike? Dhe mëtej, kush ka autoritetin për të përcaktuar se çfarë është interes publik, siguri apo zhvillim. Në dekadet e fundit, shumë shtete kanë zgjeruar instrumentet e tyre të kontrollit në emër të sigurisë, luftës kundër dezinformimit, ekstremizmit apo ndërhyrjeve të huaja. Edhe pse këto masa shpesh kanë bazë legjitime, ato krijojnë një rrezik të vazhdueshëm që mjetet e sigurisë të përdoren për të delegjitimuar mospajtimin politik dhe për të ngushtuar hapësirën e debatit publik. Një lexim më kritik i këtyre zhvillimeve tregon se konflikti politik nuk zhvillohet vetëm në nivel institucional, por edhe në nivel të shpërndarjes së pushtetit ekonomik dhe të narrativave publike. Koncepte si zhvillim, stabilitet apo interes kombëtar nuk janë neutrale. Ato përfaqësojnë zgjedhje konkrete mbi mënyrën se si shpërndahen burimet dhe kush përfiton prej tyre. Në këtë kuptim, protestat të shpesh nuk janë vetëm reagim ndaj vendimeve qeveritare, por edhe kundërshtim ndaj mënyrës se si strukturohet vetë rendi ekonomik dhe politik. Ky dimension bëhet edhe më impret, kur merret parasysh se shteti nuk është gjithmonë një aktor plotësisht i unifikuar dhe neutral. Në shumë kontekste, institucionet publike mund të dobësohen nga ndërthurja me interesa private, rrjete klienteliste dhe në raste të më ekstreme, me forma të organizuara kriminale. Këtu problemi nuk është më vetëm kufizimi i mospajtimit, por rreziku që vetë zbatimi i ligjit të bëhet selektiv dhe i kapur. Nga kjo perspektivë, krimi organizuar nuk është vetëm një fenomen kriminal, por një formë alternative pushteti që konkuron me shtetin për kontroll territorial, ekonomik dhe social. Kur këto struktura deportojnë në ekonomi dhe administrat, ato nuk sfidojnë vetëm rendin ligjor, por dhe aftësinë e qytetarëve për të besuar se rregullat të vlen njësoj për të gjithë. Në këtë situatë, heshtja shoqërore dhe normalizimi i frikës bëhen po aq të rrezikshme sa vetë aktiviteti kriminal. Prandaj, protesta në këto rrethana merr një kuptim më të gjerë. Ajo nuk është vetëm kërkesë për politika më të mira, por dhe për rikthimin e integritetit institucional dhe ndarjes së qartë midis pushtetit publik dhe interesave të paligjshme. Kur qytetarët dalin në rrugë kundër korrupsionit ose mungesës së transparencës, ata në mënyrë të drejtë për drejtë kërkojnë që shteti të jetë përsëri i aftë të ushtrojë monopolin e ligjit në mënyrë të barabartë. Në këtë kuadër, protestat në Shqipëri marrin një dimension të dyfisht. Ato janë shprehje pakënaqësisë politike dhe sociale, por njëkohësisht edhe treguesi një kërkese më të thellë për forcimin e shtetit ligjor. Nga kundërshtimet ndaj projekteve të mëdha zhvillimore, të debatet mbi korrupsionin, menaxhimin e pasurive publike dhe transparencën institucionale,
Shfaqet një model ku qytetarët nuk sfidojnë ekzistencën e shtetit, por funksionimin e tij real. Në këtë kontekst, raporti mes protestës dhe pushtetit mbetet gjithmonë delikat. Shteti ka detyrimin të garantojë rendin publik dhe sigurinë, por në të njëjtën kohë duhet të shmangët çdo prirje për ta trajtuar mospajtimin si problem policor në vend të një fenomeni politik. Kur reagimi institucional zhvendoset nga dialogu te kontrolli, rrezikohet që konflikti social të mos zgjidhet, por të thellohet. Në epokën bashkëkohore, sfida bëhet edhe më komplekse për shkak të rolit të narrativave publike. Fjalë si stabilitet, zhvillim dhe siguri paraqiten shpesh si objektiva të padiskutueshme, por në praktikë ato përfaqësojnë zgjedhje politike mbi prioritetet shoqërore. Kur këto terma përdoren për të delegjitimuar kritikën, debati zhvendoset nga përmbajtja e protestës te karakteri i protestuesve, duke rrezikuar që mospajtimi të shihet si devijim dhe jo si pjesë e demokracisë. Në këtë pikë, një qasje më ashpër dhe më realiste ndaj shtetit të thekson se problemi kryesor nuk është vetëm si kufizohet protesta, por si mbrohet vetë shteti nga deformimi i brendshëm, një shtet i dobët ndaj korrupsionit dhe infiltrimit të interesave private, humbet aftësinë për të qenë arbitër i drejtë, duke krijuar një boshllëk legitimiteti që as represioni dhe as propaganda nuk mund ta mbushin. Forca e vërtet institucionale nuk qëndron në kontrollin e zërit publik, por në aftësinë për të zbatuar ligjin pa frikë dhe pa favorizime. Në fund, çdo rend politik përballet me një tension të përhershëm midis stabilitetit dhe ndryshimit. Asnjë sistem nuk mund të mbijetojë vetëm duke shtypur mospajtimin, por as duke përqafuar atë pa kufi institucional. Qëndrueshmëria e një demokracie varet nga aftësia për të transformuar konfliktin social në dialog politik, duke shmangur si kriminalizimin e kritikës, ashtu dhe kapjen e institucioneve nga interesat të jashtme ligjore ose jo ligjore. Mospajtimi nuk është kërcënim për demokracinë, por një provë e vazhdueshme e saj. Një shoqëri demokratike nuk matet nga mungesa e protestës, por nga mënyra se si e trajton atë. Si problem sigurie që duhet menaxhuar, apo si shprehje legjitime e një debati të hapur mbi drejtimin e shoqërisë dhe integritetin e vetë shtetit. Nëse protestat shihen vetëm si shqetësim për rendin, atëherë humbet një pjesë thelbësore e kuptimit të tyre politik. Por nëse ato lexohen si sinjale të tensioneve mbi pushtetin, ekonominë, lishmërinë dhe besimin institucional, ato bëhen një nga mekanizmat më të rëndësishëm për vetkorrigjimin e demokracisë. Dëgjuat, protestat, mospajtimi, pushteti dhe kufite e demokracisë. Ishte ky një shkrim nga doktor Ervin Muço.